I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar kolegë deputet, kolege deputete, nderuar faqësues media, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Unë kam ardhur sot këtu në këtë sallë për të përfaqësuar mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për shpjeguar qëndrimin pse ne nuk marrim pjesë në këtë seancë dhe pse për ne kjo seancë është jo kushtetuese. E para nuk e di kryetari nëse ka kvorum, nëse janë 61 deputet në këtë sallë, gjatë me ta verifikoni ju. Kjo seancë do të mbahet mend në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetari i kuvendit, deputetëve të vendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush këshëshni e din që është e palishme dhe jo kushtetuese. Asnjë vend nuk mund të mbajë seancë të kuvendi i Kosovës, një kuvend nuk mund të bëjë seancë pas zgjedhur qeverinë. Mos u gut se një jam, kështu që sot duroni pak të furli edhe unë se një jam për i PDK-s. Nuk ka asnjë vend tjetër në të cilin të shfrytëzojnë kohën tem, prit. Koleg deputet qetësi, lutem. Unë më kriju kushte me mbajt fjalimin. Ju nuk ma diktoni që mbajmë fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë e mbaj fjalimin që duone. Ma lejon rregulloria. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin për shkak se nuk dëgjohet jashtë. E kuptoj, po. Lidhen këto kushte kur të gjithë flasin për një herë. Rregull, vazhdo. Asnjë kuvend, lejoni ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me bë propagandë politike, ka marrë me shpjegu ligjërisht. Në asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes qeverisë. Midis konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë nuk lejohet të mbahet asnjë seancë ndërmjetme për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë nuk ndodh asnjëherë. Tani po I kthehem çështjes së rendit ditës I cili është propozuar. Rendi I ditës I propozuar sot është formimi I komisioneve parlamentare edhe miratimi I disa projekt ligjeve. E para, për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë pozitë. S'ka Kosova opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi I projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thot që qeveria në dorëheqje thot nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thot që këto kufizime, neni paragrafi 5 I neni 31 thot vlen edhe për qeverinë në detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverinë në dorëheqje thot ka drejt me propozu ligjin për buxhetin kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen, zoti Murati, vetëm për qeverinë në dorëheqje, jo qeveri në detyrë. Unë do ta lexoj, meqense ka nevojë me lexu, thot përjashtimisht, pra nga ajo e mos propozimit ligjeve, qeveria në dorëheqje ka drejt të propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria në dorëheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri I Drejtësisë, ish ministri kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë siç është përcaktuar në 28 për qeverinë. Qeveria atu flitet për qeverinë detyrë, mos I përzi. Shikon, unë jam I bindur që ti nuk e din çfarë qeveria në dorëheqje dhe çfarë detyrë. Mos u ndërhyj. Mos abuzo me detyrën. Jeni në kryetare kuvend, unë jam deputet, unë po moj fjalë se kam me ty debatën e kam me qytetarët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj dhe ka një arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është në dorëheqje, kuvendi që ka zgjedhur atë qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë në dorëheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, të nderuar koleg, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. Nuk mund të vini këtu. Qytetarë nderuar që na shikoni. Për me ilustru këtë, çka nuk kupton kjo?
Kjo nënkupton që kryeministri Kurti, të cilin unë e kam përballë këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po dojnë me dalë këtu, me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe mu ullë e me votu si deputet për këtë ligj. Nuk mund të ndodhë kjo. Nuk mund të ndodhë kjo. Është absurde. E ndalon ligji, po ndalon dhe logjika. Nuk është më orë këtu, zoti Kurti me propozu ligjin, zoti Murati, edhe mu ullë në rreshtin e parë të kuvendit, edhe me votu. Nuk mundesh. Thjesht nuk mundesh. Dhe argumenti i fundit, për juve zoti Murati, gjykata supreme që vlen për këtë qeverin ka nxjerrë vendim. Ka thonë, nuk keni drejt me qëndru ministër. Ju bëjmë banin në mënyrë ju kushtetuese funksionin e ministrave, kryeministrit dhe deputetëve. S'mund të mbani funksione të dy fishta. S'mundeni, thjesht, se keni ky ligj edhe kushtetuta që është fuqi, e ndalon këtë. Nuk munda me luni teatr të absurd ku ju bëni herë ministra, herë kryeministra, herë deputet. S'mund t'i luni gjitha funksionet. Fakti që keni thirrë një seancë në orën 11 me miratu këto ligje, tregon që në orën 12 jeni dorëzu për Glaukon Jufcën. Se po të bëj kryeministër Glaukon Jufca në orën 11, në orën 14 do të ishte seancë kushtetuese. Jeni dorëzu. Pra s'mund të zgjidhet. Dhe unë ju them një diçka, ju do të hyni në historitë të Kosovës si partia e vetme që dështojnë 2 kandidatë për kryeministër. Në këtë kuvend s'ka njëri tjetër që ka marrë mandat prej shefit shtetit të Kosovës, prej presidentit, edhe ka ardhur dhe ka dështu, do të bëni partia e dytë. Unë nuk mendoj që ata që ju kanë votu kanë pritë të silleni kështu. Edhe unë kërkoj, si deputet i këtij kuvendi, jo mbetu me mbrojt kushtetutën dhe ligjin, në tentativë betimi, të ndërpritet kryetar kjo seancë, edhe të mblidhemi seancën në orës 14, se kjo është një seancë komplet jo kushtetuese. Ajo për çka kam ardhur sot është, sepse nëse deri sot kam besu që ndonjëherë se keni ditë, ndonjëherë keni bërë për motive të caktuara. Sot të gjithë dhe dini që kjo seancë jo kushtetuese. Të gjithë. Edhe çdo qytetar që na shikon e din, se çdo kush e lexon këtë tekst. Çdo kush, edhe nënkryetaria e kuvendit që reagon, edhe ministri i financave reagon, e din. Po ju po doni me tregu sikur jeni të interesuar me mbrojtje qytetarët e Kosovës. Dhe kjo seancë është fushat elektorale për zgjedhjet. Po, do të ketë zgjedhje të reja. Ose përdorni kuvendin me bë fushat. Ky vend s'është për fushat. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që nëse do të kishte vullnet prej kësaj qeverie do të gjindej zgjidhja për 9 muaj e nuk do të lihej ditën e fundit. Nuk e keni hall interesin e qytetarëve të Kosovës. Nuk e keni hall. Kështu kjo është sjellje përveç ju kushtetuese, është sjellje ju politike. Sjellja politike do të kuptonte me njoft rezultatin e zgjedhjeve. Ju nuk e keni fituar shumicën. Nuk e keni fituar shumicën për me bë vetë qeverinë. Nuk e keni fituar. Ky është realiteti. Sa më parë që jeni në këtë realitet, më mirë për juve, më mirë për Kosovën, më mirë për gjithë neve. Sa më parë që njohim këtë realitet. Kështu që për fund, për me mbyll, do të bëhet mend ky kuvend për 2 gjëra, për 2 dështime të kandidatëve për kryeministër, edhe për këtë seancë që është komplet jo kushtetuese, që e dini edhe ju. Shpresoj që zgjedhjet e reja të prodhojnë një shumicë tjetër, një shumicë e cila në rend të parë e respekton kushtetutën e Republikës Kosovës. Duhet me ndërtu një shumicë që ka forcë me bë qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë.